Info me rëndësi për Itali. Të nderuar, në Itali ne rekomandojmë paketin premium A, ku keni 500 kanale kryesisht shqiptare, 70 kanale sportive ku përfshihen të gjitha kampionatet, tek e cila kanalet sigurohen nga firmë lokale kablore, do me thënë kanalet kanë burim origjinal. Premium A punon pa VPN, me të cilën kemi mbi 2000 klient ekzistues që 14 vite, për të cilëve 360 klient i kemi vetëm në Itali. Pse themi punon pa VPN? Sepse Premium A nuk përfshin në vete kanalet italiane Sky dhe DAZN dhe prandaj nuk bllokohet nga sistemi italian kundra piraterisë. Nëse ke patjetër me i shiku Sky dhe DAZN, kemi paketin B, me të gjitha kanalet e botës ku janë Sky dhe DAZN, me të cilët kemi mbi 1100 klient ekzistues në Evropë. Por këtë në Itali e shesim vetëm nëse ke Android TV ose Android Box, sepse vetëm në Android instalohet VPN profesionale, e cila anashkalon censurën ose bllokimin nga sistemi italian kundra piraterisë. Në Itali kemi reguluar diku mbi 90 klient me sistemin e VPN-s dhe funksionon perfekt, ama jo pa VPN. Çka është VPN-ja? VPN është shërbim profesional e cila blehet. VPN e ndryshon internetin e juaj sikur jeni në Gjermani ose shtet tjetër dhe kështu nuk zbuloheni nga Italia se jeni të shiku Sky dhe DAZN ilegalisht dhe prandaj nuk bllokohet. Edhe ne kemi interes me shit sa më shumë abonime. Por është kusht kryesor për juve të nderuar me i ditë rrethanat dhe ligjet e shtetit të Italisë. Sepse në rend të parë është siguria e juaj, sepse nëse bleni pa kohë me Sky dhe DAZN dhe i hapni pa VPN, pas një periudhe sistemi italian kundra piraterisë do e zbuloj dhe do e bllokoj adresën e kanaleve dhe do mbeteni pa abonim. Por rasti më i keq do ishte Italia me ju gjobit pse keni shiku Sky dhe DAZN ilegalisht. Prandaj në Itali Sky dhe DAZN duhet reguluar vetëm me VPN profesionale. Me pak fjalë, nëse do Premium A, nuk thën ligjet e Italisë dhe punon pa VPN në cilin do televizor. Nëse do pako B, me Sky dhe DAZN është patjetër me pas Android që me i rregullu me VPN. Ka do firma kosovare, të cilat shesin paketa me Sky dhe DAZN në Itali, por gabimin e kanë se i bëjnë me sistem proxy i cili kushton më lirë. Por vlen me cek se është imitimi VPN, së dhe besoni se është kot, shpesher bllokohet dhe nuk funksionon si duhet. Me proxy prap jeni në shënjestër nga sistemi kundra piraterisë dhe prap Italia mundet me ju vendos gjob deri 5.000, pse keni shiku Sky dhe DAZN ilegalisht, ndërsa me VPN profesionale nuk ka gjasa me u zbulu. Ne ju tregojmë si qëndron puna, tek e fundit më mirë me qeni informuar dhe me ble diçka që funksionon, e jo nesër me u bloku ose me keqa me u gjobit.